fuqi në raport me gjithë sistemin e marrëdhënieve ndërkombëtare, që është ajo të cilat nuk po i respekton këto marrëveshje apo këto traktate, dhe si tillë të e bën për shkak të asaj që ndihet vetë dhe edhe vetë e kërcënuar në sensin e asaj që duhet të reagoj për të thënë këtyre rivalëve kryesor të saj që SBA-ja është në gjendje të reagojë, është në gjendje të testojë, të përmirësojë teknologjik dhe është edhe pjesë e strategjisë ushtarake, politike, diplomatike, po edhe testim nervash edhe psikologjike gjithashtu. E qartë, por nga ana tjetër kemi presidentin rus Vladimir Putin, zoti Lezi, i cili ka urdhëruar përgatitjet për testimet në Arktik, por nga ana tjetër deklaron se nuk ka synimin pra që të shkel edhe traktatin. Si duhet të lexohet ky shndrim i dyfisht i presidentit rus dhe a është vërtet një sinjal paralajmërues ndaj perëndimit, apo nga ana tjetër mund të jetë edhe një përpjekje për të shmangur ose legjitimuar dhe veprimet e ardhshme të Rusisë? E nderuar, Arktiku është një mesazh gjeopolitik, se atë ashtu, atë është metafora e interesave gjeopolitike midis dy superfuqive kryesore për ta zotruar atë, dhe si tillë shifet edhe si një vend, një hapësirë, si kundër edhe të tjera, gjeohapësira, donë qete afër kështu me radhë, ku palët mund bien dakord dhe jep këtë mesazh Putin SBA-s, ku ne mund diskutojmë për përtarmen e botës dhe globit dhe për çështjet që shqetësojnë njerëzimin, pikërisht duke marrë për referencë Arktikun dhe duke anashkaluar çfarë edhe zona ku është konflikti të eminent dhe është në çështje diskutimi dhe marrëveshje, që është konflikti Rusi-Ukrainë. Është një mesazh që jepet shtëpisë bardhë dhe SBA-s dhe aleatëve që Rusia është e gatshme të negociojë, po edhe përmes saj edhe teston dhe provokon, po edhe bën presion. Dhe bën presion në funksion të asaj që të arrihet një marrëveshje e synuar në konfliktin, cili është një konflikt i hapur, po ende s'po ka një fund, një happy end, si e thonë, për shkak të faktit që Rusia nuk po i përmbush ato objektivat të cilat synon t'i arrijë në teatrin në tavolinë e bisedimeve, por ndërkohë nga ana tjetër dhe perëndimi dhe SBA-ja nuk është e bashkuar për sa i përket dhe në unison për sa i përket qëndrimit ndaj Rusisë, sepse ka dhe vendet të Bashkimit Evropian apo vetë edhe Pentagoni dhe Shtëpia e Bardhë është e dyzuar për sa i përket qëndrimit se si do jetë për përfundimin e luftës. Dhe këto janë disa mesazhe që për ta përqendruar mendin dhe për të dhënë ato sinjalet që fusha e bashkëpunimit dhe marrëveshjeve nuk është thjesht vetëm në një zonë caktuar, por është edhe gjetë, kurse në rastin e konkret është Arktiku, dhe për të dhënë një mesazh që duhet të thënë për shkak të asaj që përfaqëson në Arktiku, që me një mendje të ftohtë të gjykojmë për punët dhe paqen botërore. E qartë, mirë zoti Lezi, për ta mbyllur këtë çështjen e testimeve, pyetja e fundit, nëse këto testime do të fillojnë, shumë ekspert nga ana tjetër kanë paralajmëruar se kjo do të çonte në kolapsin e marrëveshjeve të fundit ndërkombëtare, por edhe rrezikun e përshkallëzimit bërthamor. A mund të themi tashmë se sistemi global i kontrollit të armëve është në pikën pa kthim dhe mund të ndodhin këto që është paralajmëruar? Po, dhe mund të thuhet kështu, e nderuar, që sistemi i kontrollit të armëve, në rast se lufta e ftoftë, me fjalë, përgjatë pas luftës së dytë botërore, është një luftë gjeopolitike, një luftë bërthamore, një deterrencë një detant që donë parandaloj një konflikt të hapur dhe përplasje direkte midis superfuqive, fakti që pas luftës së ftohtë tregoj që nuk kemi një fund të historisë, po kemi një rikthim të përplasjes interesa gjeopolitike midis aktorëve në shumë zona të caktuara, dhe numri i vatrave dhe konflikte anë mban botës filloi u zgjeruar në gjithë gjeografin, dhe si tillë këtyre superfuqive apo shtete të caktuara, pavarësisht çfarë përjetuan, sidomos Rusia me shkërmoqjen e Bashkimit Sovjetik dhe me ardhin e Putin, ju rikthye ambicet së saj të kaheshme për rikthimin gjeopolitik të Rusisë,
dhe si i tillë është një moment ku ai kërkon vëmendje dhe mund na shkanohet si një aktor që nuk mund të lëvizhohet në sistemin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe pikërisht i rikthehet këtyre skenarëve të përplasjes së armëve bërthamore duke mos respektuar këto traktate, të cilët tek e fundit për shkak të nivelit të zhvillimit teknologjik është i tillë saqë don mos respektimi apo dalje për tyre jep dorë të lirë dhe gradë lirie i veprimit çdo kujt. Dhe sa herë që ndihet i kërcënuar në ekzistencën e shteteve të tyre apo interesave madhore, ato mund ta përdorin si mekanizëm presioni, por që mendoj që është edhe një lloj sinjali shqetësimi për perëndimin, për sistemin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe si tillë mendoj që vetë bota ka një momentum ku të mëdhejt, kur flasim të mëdhejt, gjithë ato që përfaqësojnë interesat gjeostrategjike të tyre të shtrira në gjithë gjeografinë e botës, duhet të dakordsohen për një rikonfigurim të këtij sistemi në mënyrë që të vendosin rregulla strikte të cilat janë të detyruar për të zbatuar, por nga ana tjetër është edhe problemi i konsiderimit të interesave të tyre në zonat të influencës. Kjo është, po themi, një model i ri gjeopolitik i shfaqur pas luftës, po themi, luftës ftoft, ku bota tashmë është revizuar me qenë më së miri për sa i përket multipolaritetit në kuptimin e zëdhënësve të shumë të saj. Nuk ka thjesht vetëm një botë unipolare apo bipolare, po kanë dalë shumë aktorë të rëndësishëm, ku sidomos sot kërcënimi kryesor është Kina, pavarësisht faktit që ai që përshfaqet më shumë në përplasje direkte dhe është Rusia me Sheban dhe BE-n, ndërkohë që kërcënimi kryesor në heshtje pasi po lufton me një strategji afatgjatë është Kina, e cila çfarë bën alancë me çdo kënd që relativizon ndikimin perëndimor në përkundër interesat të saj dhe e pranon multipolaritetin si një diçka e cila duhet të marrë në konsiderat për shkak të sistemit diversifikimit të sistemit në tërësi. Mirë, të Lezi, për të kaluar tek një tjetër çështje, ashtu si thash edhe në fillim, pra zyra e prokurorit publik të Stambollit ka lëshuar urdhër arreste për 37 zyrtar izraelit, përfshirë këtu dhe kryeministrin Netanyahu, ministrin e mbrojtjes Israel Katz dhe ministrin e sigurisë kombëtare. Pra, pyetja është çfarë implikimesh mund të ketë ky vendim për marrëdhëniet Turqi-Izrael dhe a mund të çojë kjo në ndërprerje të plot diplomatike apo sigurisht edhe në një përplasje të drejtë për drejtë? Nderuar, kjo është një vendim në kuptimin e asaj që e merr qeveria e Turqisë, presidenti Erdogan, i cili çfarë për të dhënë një mesazh Izraelit që ka koha që të bësh një ndjetro dhe të respektosh marrëveshjen dhe të përunjesh presionet ndërkombëtare, sepse në një farë mënyrë edhe vetë faktori ndërkombëtar u komprometu me çështjen e Gazës dhe qëndrimin e Izraelit, pavarësisht se perëndimi bërin përpjekjet e tij të fundit që konkretizuan edhe me njojën e shtetit Izrael e Gazës, e shtetit Palestinës, por që dihen interesat gjeostrategjike dhe ambicet që ka Turqia në këtë zonë dhe ai do të ketë e vetmja ndër shtetet të myslimane dhe arabe që çfarë të përfaqësoj kauzën e Palestinës dhe të dënoj agresionin dhe gjenocidin në Gaza, dhe është një mesazh që jepet shtetit Izraelit, po dhe gjithë botës arabe që të jenë koheziv në kuptimin të kenë një lloj solidariteti në qëndrimet ty ndaj Izraelit për çështjen e Palestinës dhe të Gazës. A pritet zoti Elezi që edhe vendet politik dhe juridik, sepse nuk ka jurisdiksion të përgjithshëm, por thjesht vetëm është një vendim që merret për gjithë këto shtetas, të cilët janë këtë në mas, po themi administrative dhe po themi sigurie, për shkak të vendimit marrë, nëse ato do të futen në territorin Izraelit, në territorin turk, por që nuk i detyron dhe nuk ka jurisdiksion të përgjithshëm. Dhe është një mesazh që jep edhe shtetet tjera arabe, organizatës islamike, po gjithë ato që i pranojnë këtë kauzën e Gazës dhe të Palestinës dhe janë, po themi,
për afër me qendrimit të Stambollit, që në mënyrë që të përbashkohen dhe të kenë të njëjtën ndjenjë dhe solidariteti për t'i dhënë një mesazh drejt për drejt Netanyahut, krahas atij vendimi që është marrë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, për gjenocid, akuzat e ngritura gjenocid, sepse këto janë ato arsyet që i ka shuar në këtë masë administrative dhe këtë vendim, dhe nga ana tjetër për të thënë që ti tashmë keni një fund jetë të këndshëm për sa i përket për ata që është bërë. E qartë, por zotë Lezi, nga ana tjetër, pritet që të vendet tjera muslimane të ndjekin të njëjtën shembull si Turqia? E ndërruar, pikërisht kjo ishte arsyeja që në vendimi i prokurorit të Stambollit është ndërmarrë, jo vetëm thjesht në referendum dhe zbatim të një vendimi gjykatës apo për akuzat e ngritura, po themi ndërkombëtare të njohura publike për gjenocid dhe për ato krime lufte e shumë aspekte tjera që kanë të bëjnë me mos respektimin e drejtës luftës, por edhe për t'i dhënë atë mesazh këtyre vendeve arabe që të jenë së bashku për dënimin e këtij agresori në mënyrë që të jepet fund. Por nuk besoj, nuk e di, nuk jam shumë i qartë dhe shumë optimist nëse një gjë e tillë do të pranohet, do të ishte gjë e mirë në kuptimin e asaj që sa më tepër të dënohen agresionet e luftës pavarësisht emrave. Dhe në rastin konkret, kjo është synimi gjeostrategjik dhe gjeopolitik edhe i Stambollit dhe i Ankaras, në mënyrë që ai të bëhet faktori kryesor ndikues për fatin e lindjes mesme dhe çështjes së Palestinës. Dhe përmes kësaj, duke e marrë këtë iniciativë, këtë synon në mënyrë që të rreth saj të mlidhen që gjithë shtetet arabe dhe ato muslimane që një zërit ta dënojnë dhe të shkojnë deri në fund kësaj betejë, të cilët do të japë fund këtij konflikti dhe do të është një presion që jep edhe mesazh që jep edhe perëndimit për hir të vërtetës, për të thënë që lidhur me çështjen e lindjes mesme dhe Gazës dhe Palestinës, Turqia nuk mund ta anashkalohet dhe vendimet për të do merren absolutisht duke marrë në konsideratë edhe Turqinë, e cila tashmë i ka shpërfaqur ato ambicet e veta me fjalë edhe në linjën e mesme, duke shfrytzuar edhe momentin e çështjes së Gazës dhe Palestinës. E qartë. Mirë, zotë Lezi, pyetja e fundit për ta mbyllur. Ndërkaq kryeministri hungarez Viktor Orban ka deklaruar nga shtëpia e bardhë se lufta në Ukrainë sipas tij nuk do të kishte shpërthyer nëse Donald Trump do të ishte ende në detyrë, pra, ndërsa presidenti amerikan shprehu edhe një herë dëshirën për të takuar Vladimir Putin në Budapest. Pyetja e fundit, si lexoni këto deklarata të Viktor Orban në shtëpinë e bardhë se me Trump nuk do të kishte ndodhur lufta mes Rusisë dhe Ukrainës? Ndëruar, në presidenti, kryeministri Orban ka shfaqur një lloj profilit të tij në kuptimin e një mediatorit pa shpallur apo një ndërmjetësit për qëllimin e mirë, në kuptimin që palët kryesorë, në Rusia dhe Perëndimi dhe Shebajat të ulen gjë një zgjidhje, dhe ka qenë Ukraina e cila çfarë ka prishë edhe kohezionin e brendshëm perëndimor për sa i përket mos respektimit të aplikimit të sanksioneve ndaj Rusisë, nisur nga fakti që ka dhe ato kufizimet e veta ekonomike dhe ndikimi që zbatimi i tyre për shkak të turbacioneve të furnizimit të naftës dhe energjisë, po nga ana tjetër një lloj afiliacioni që ka me presidentin Putin, po e kam dhënë kryeministri Orban është po themi është nukli kryesor ku mund gjendet zgjidhja e çështjes në sensin e një vend neutral e barazlarguar nga emocionet e palëve, dhe jepet mesazh respektivisht qoftë perëndimit po e lindjes, qoftë Putin dhe Shebaz dhe perëndimit përmes kryeministit Orban, për të thënë që kjo luftë nuk do të kishte filluar sepse Trump është një president i paqes, në kuptimin e asaj është një investitor i paqes dhe i parandalimit konflikteve, ka një bilans pozitiv në këtë drejtim, është një numër i madh luftash dhe konfliktesh të cilët që në gjenezën e tyre sapo nisur ato ushuan për shkak të ndikimit dhe